Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa lavdatat, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi përsëri sonte në takimin sonte ka dhe një risi për ju, respektivisht për ata që ndoshta nuk kanë pas mundësi të na ndjekin përmes televizionit, nga se nuk kanë pas qasje në kablorët ku ne jemi të kyçur. Na është dhënë mundësia që tashmë ky emision të transmetohet drejt për drejt edhe përmes YouTube-it, ku nuk është i limituar numri i atyre që kyçen, nuk ka ngarkesë dhe me lenin Allah xhallahu ala mund të na ndiqni kudo që jeni pavarësisht vendit. Kjo është një përgëzim i mirë që me lenin Allah xhallahu ala do të vazhdon të jetë inshallah, shpresoj kështu edhe me emisionet e tjera. Për informata më të hollësishme apo për një problem që mund t'ju shfaqet në këtë drejtim, mund t'i referoni faqes time zyrtare në Facebook, Enis Rama, Hoxh Enis Rama, për të marrë inshallah informata të mjaftueshme lidhe me këtë inkuadrim, për të na ndjek dhe për të bërë pyetje në njëjtën kohë në kuadër të këtij emisioni, por inshallah do t'ju lajmërojmë sikur që përmenda edhe për mundësinë e inkuadrimit edhe në emisionet e tjera me lejen e Allahut Azza wa Jall. Në nën tjetër është edhe një përgëzim tjetër, Zoti xhallahu ala na bëft gjithmonë të kemi përgëzime dhe lëme të mira. Zakonisht në fillim të emisionit un paralajmëroj se sonte do të japim mundësi edhe atyre që na kanë shkruar në SMS të përgjigjemi. Por subhanallahu ndodh që nga telefonat e shumta mos të përgjigjemi në ato pyetje. Andaj pjesën e rrëdhruar për ligjërat gjysmore, ku nuk ka mundësi të bën inkuadrime me telefon, sonte kam përgjigjur që të jetë realisht, praktikisht përgjigje në pyetjet e juaja që kanë ardhur përmes SMS-it. E pastaj vazhdon rrjedha e zakonshme e emisionit. Sonte është kështu, ndërsa me lenin Allah xhallahu ala nga java e ardhshme do të fillojmë me tema të reja në kuadër të emisionit tonë çka thot feja. Duke mos humbur shumë kohë, po filloj me pyetjen e parë që ka ardhur përmes SMS-it, thotë ku mund ta gjej surën Sejdë latinisht? Ose që mund më dërgu në SMS në këtë numër, bëni sevap si më shkon çabe. Fillimisht të lexuarit e Kuranit latinisht nuk është i lejuar, nga se nuk mund të transkriptohet Kurani i shkruar dhe i zbritur në gjuhën arabe në gjuhën latine. Nga se ka shumë shkruajnë që nuk përputhen me zvete, ndërsa në gjuhën arabe një shkruajnë mund të ndryshoj kuptimin. Andaj në gjuhën arabe kemi për shembull 3 lloje të shkruajës h, ndërsa ne kemi vetëm një h. Dhe mos respektimi i dallimit mes këtyre shkruajve bën që pastaj të ka edhe keq kuptime dhe të ka do të thotë ndryshime në kuptim. Pra nuk ta preferoj që të lexosh asnjë sure të Kuranit. E as surën Sejdë ta lexosh latinisht. Por bën sabër, angazhohu, përpjeku, mësoje alfabetin e gjuhës arabe, që të kesh mundësi pastaj lirshëm, këndshëm ta lexosh original Kur'anin mu ashtu sikur që i kishte zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos thuaj nuk mundem, nga se nëse ankohesh për kohë të ngushtë, jemi bindur se njerëz që kanë kohë shumë më ngushtë, se ndoshta shumë prej neve dhe kanë gjetë në kuadër të kësaj kohe të ngushtë një kohë të caktuar që të mësojnë Kur'an. Nëse thua se jam me moshë, shtyr në moshë, ka njerëz që janë shumë shtyr në moshë,
që jo vetëm që e ka mësuar leximin e Kuranit, por ka mësuar dhe goxha nga ai përmendsh. Andaj çdo arsye që mund ta përmendim për të justifikuar në këtë drejtim, mendoj që nuk është e qëndrueshme. Andaj të këshilloj që të mësosh arabisht, të lexosh, është e lehtë. Duket pak e vështirë, e përcjellur, por me lejen e Allahu xhallahu ala, nëse mbështet tek Allahu xhallahu ala dhe me qëllim të sinqert, me lejen e Allahut, Allahu xhallahu ala ka më të lehtësu shumë këtë rrugë. Tjetra që si më shkon çabe, mos bëksi krahasime. Thuaj keni shpëlim tek Allahu, Allahu është shpëleft. Sa pagun Allahu xhallahu ala, kjo është në dorë ti. Ne po të krahasojmë për shkak një shërbim që dikush na e bën, sa është ngjashëm si më shkon çabe, nuk e kem këtë kompetencë. Andaj shpresoj që nuk na keq kupton shikuesi ndëruar që na ka shuar, por duhet ta themi këtë për hir të së vërtetës dhe si këshill për neve të gjithëve që të kemi kujdes kur të shkruajmë dhe kur të përmendim shpërblimin që mund ta fitojmë për një punë të mirë. Thotë selam aleikum, aleikum salam. Shonë ëndër thuaj se çdo na gjyshin nga familja e babës dhe gjyshin nga familja e nanës. Gjithmonë shonë ëndër pozitive, asgjë të keqe, por gjysh dhe gjysha kanë vdekur. Çka kërkohet të bëj sipas ëndrës? Fillimisht nuk di çfarë ëndre je duke e parë. E dyta, nuk mirëm unë me komentimin e ëndrave, këtë e kam theksuar disa herë edhe në këtë emision edhe në raste të tjera. Mirë po, si këshill e përgjithshme po them që mund të jetë kjo si një përkujtim nga ana e Allahut për ty që të bësh dua për ta më tepër. Pse jo edhe me dhënë një sadaka në emër të tyre, që Allahu xhallahu ala ti shpërlen me të mira, tu afal mëkatet, tu ngrit drejtë, gjitha këto janë të mundshme përmes punëve të mira që ne i bëjmë, që Allahu xhallahu ala ta më shpërblyen. A marrin mësysh fëmia dhe çfarë dove me u knu? Po, fëmia marrin mësysh, madje edhe i madhi me mësysh. Mësysh është hak, është i vërtetë dhe e godet njeriu. Veçanti për shembull mund të vijë nga njerëz ziliqar, Allahu na ruaj, që nuk na duhet mirë, nuk duhet na shojnë mirë. Dhe nga mllëfet dhe urrëra që del prej syve të tyre mund të na godet një mësysh. Dikush mund të mos ta kupton kët, mirë po, është e mjaftueshme që të bindemi se kjo është e vërtetë në atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se el-ainu haq, mësyshi është hak, është i vërtetë. Andaj ndodh dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mësyshi ka mundësi apo me e dërgu njeriu në varr dhe devën në kazan. Do thotë në kuptim se me mbyt. Andaj ka mundësi që njeriu edhe si pasojë mësyshit me u godit me smundje të rënda. Allahu na ruaj. Në kuadër saj edhe fëmia mund të goditet nga mësyshi. Andaj duhet që të këndojmë lutje që i ka këndu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një nga këto lutje shumë të preferuara dhe shumë të dobishme me lejen Allah xhallahu ala, e ke lutjen që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka kënduar dy nipëve të tij, Hasanit dhe Husajnit radhiyallahu taala anhuma. E gjen kët në kuadër të librit Mburoja e muslimanit. Kthehesh tek ai libër, çfarë ti këndojmë fëmijëve për të mbrojtur nga mësyshi, dhe aty e gjen këtë lutje që mund t'ja këndosh me lejen e Allahut azza xal nipave të tu, fëmijëve të tu, kujt do qoftë që të ruhet nga mësyshi, e mund të këndohen edhe eventualisht në një sure e Kuranit sikurse Fatiha, sikurse sura Falak, sura Nas, gjitha këto Kurani është shërim me lejen e Allahut xhallahu ala nga gjitha këto smundje. Thotë qëndroj shumë para pasqyrës, e kam qemati këtë vest, nuk kam mundur të largoj. Cilat janë pasojat e saj, si mund të largojmë kësaj gjëje? Fillimisht të shikosh në shkakun që të shtymë shikun pasqyre. Mund të jetë për shkakun njeriu nga ne shikon pasqyrë si duket vetja i mirë. Ndaj kjo problem me vetpëlqim. Duhet ta luftosh këtë vest, ky është i keq. Ti duket vetë njëri i bukur, vetë i mirë, ti duket se po i rën mirë kjo dhe pastaj ti pëlqen vetë, kjo është e keqe. Andaj pasojat të ndikojnë nga se mund të godish me smundjen e vetpëlqimit. Dhe kjo është smundje e rënë. Ka se pastaj njeriu po them, mund të shtrihet kjo smundje edhe në pjesë e tjera të jetës së tij, në veprat e tij, në fjalët e tij e kështu me radhë. Apo mund të jetë si pasojë kompleksit. Është i kompleksuar, mos vall diçka kam harru këtu, po më shëdi kur shtot është turp kjo, nga kompleksi i prum shikohet pasqyre. Andaj shikuarit dhe qendruarit e gjatë në pasqyre nuk është vest në veti, por një vest i caktuar e ka shkaktuar atë. Dhe varësisht se çka e ka shkaktuar, atëherë është edhe aq e rrezikshme. Prandaj largon nga ky vest. Njeriu ka nevojë të shikojë pasqyre, kuptoj kët. Njeriu ka nevojë të shikohet në pasqyre, këtë kuptoj. Si jo, mos të del çfarë lloj mënyre, por jo të jetë
e natyrës ekstreme, që për çdo lëvizje, për çdo ndryshim, për çdo gjë në pasqyre. Kjo është e tepërt dhe mund të shkojë në smundje fatkeqësisht. Që njeriu pastaj edhe kur shikon në pasqyre, dhe del rrugë, thot mos vallë se kum pa diçka mirë. Shejtani bën ves. Tan rrugës kudo që shkon, rrin i ngushtuar, ka mundsi shejtani thot shikon këtë pjesë që harru me kçyr mirë, këtu e ke diçka në shej. Dhe vazhdimisht bën me dorë, shtot lëviz, duke menduar se në më ka diçka. Dhe kjo është e rrezikshme. Se njëri bëhet ves pastaj me vezvese të rrezikshme që e komplekson kudo që të shkon. Andaj ruaju dhe largo nga smundja duke mos u para pasqyrës. Mos rri. Fillim ndoshta e ki pak vështirë, por lufto kundër këtij vesi që ta ruash veten për të ardhmen, gjasë mund të merr për masa shumë më të madh ky ves e pastaj të pasosh shumë keq Allah na ruaj atë. Thotë jam një vajzë që fali namaz, por prindit më kundërshtojnë për këtë. Kohët e fund nëna ime po smuret dhe më thotë se unë po i fus në haram, duke i detyruar ata me thonë mos u fal. Dhe prandaj po smuret nëna. Andodh që Allah i dërgon nësi me smurje si shkak i kësaj dhe si ti përgjigjem atyre kur më fajsojnë mua. Kam folë për këtë disa herë. Unë nuk e kuptoj këtë, vallahi. Thot nuk e lën vajzën më fal, e tani thot ti po na shtin gjuna neve, pse po falesh e po thënë mos u fal. Po mirë, unë s'po kuptoj vallahi. Kjo vajzë që po falet, për kam po falet? Për Allahun azza xal. E ju po tutën që po në gjuna te kush? Te Allahu azza xal. Po shumë thjesht kjo punë. Mos hini gjuna tek Allahu dhe lëna këtë më fal. Ti nuk ke kur farfaj. Nëse ti falesh dhe asgjë tjetër nuk bën. Do të thotë nuk u kthen fjalën, nuk i shqetëson, nuk e ngrit zërin, nuk sillesh keq, që si pasojë të tërë kësaj ata më ushqetësu, më brengos, më usmu, por faji yt i vetëm, po them kështu kushtimisht, faji yt i vetëm është pse falesh. Atëherë nuk e faj për asgjë që ndodh pas kësaj. Nëse nëra nga sikleti dhe brenga pa vende, pa qëndrueshme, smuret, ti nuk e faj për këtë punë. Madje mund të jetë dënim nga Allahu xhallahu ala. Por mund të jetë dënim shumë më i madh Allahu na lut të goditet me smundje shumë atron. Gjasa ti çka do të më thon? Me e pengu njërin më fal. Kjo është nga krimet më të mëdha të mundshme që dikush mund të i bëj. Kështu ka qenë Abu Jahli, armiku më i madh i Allahut azza xal. I cili tentonte ta pengonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga namazi. Dhe Allah ka kërcënuar me xhenem. E ka kërcënuar gjithashtu edhe me sulm nga ana me lajkë që ta shkyjnë në shpartallojnë nga gjuna i madh që ai bën. Atë çka do të më thonë dikon më së më fal. Dhe Allah të forcoft ty që po falesh, ti kujdesu mirë për prindit, sillu mirë me ta, krye obligime që keni atyre dhe këshilloj, thuaj ju se kjo që ju po e bëni vallahi është ndëm t'juve, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Çfarë krimi bën ai vajzë që po fal? Nuk kuptoj. Pse nuk urin më fal? Në qoftë se ka frikë Allahu xhalla xhelalu, se mos po i dënon për shkak gjunoj që po e bëjnë, se po e pengojnë vajzën nga namazi. Andaj ata po e di kanë se o gjuna me e pengu dikon nga namazi, dhe kur këta e din këtë, atëherë edhe nga kjo e di se edhe namazi ka obligim. Andaj e di se vajzët tyre po kryejnë obligim ndaj Allahut, e di se Allahu xhallahu ala i shpërblen ata nëse e përkrojnë, megjithatë gjitha këto i shpërfillin dhe pengojnë vajzën nga namazi edhe nuk falen vetë. Kjo është e çuditshme. Andaj ti mos ndi fajtore për asgjë që ndodh, nëse nuk ke fajt tjetër për se falesh. Një musliman që fal 5 kohë namaz del në gjuhë e tij, a lejohet me vrap derë negre pastaj me shit? Jo, nuk lejohet, nga se derri i egër e i but është haram, edhe të hahet, edhe të shitet, edhe të përfitohet diç nga ai. Ja, po du më feju me një djalë musliman ka pëlqyer në përgjithësi, po s'po muj me vendos, po vjen një mendim që kur të martohemi nuk po dua. Kjo është vezvese. Në të ardhmen nuk e dimna. Ka mundësi që në të ardhmen e don? Pse po e favorizon këtë vezvese? Ka mundësi nuk e dua. Pse nuk po thu ka mundësi e dua? Andaj, në qoftë se feja ti është e mirë, sjellja ti është e mirë, martohu. Qase ka hajër nga kjo martesë me lejen e Allahu xhallahu ala. E fakti që të bën vezvese, ka mundësi në ku po e bazon këtë ves? A ka në bazë caktuar apo veç të ka vezvese? Dhe mos u bën me këto vezvese, por merru me gjendjen faktike që ka djali, gjendjen fetare dhe gjendjen morale. Nëse këtu i kanë rregull, atëherë
mos të pengojnë veset e tjera nga pranimi I kësaj fejese. Thotë, mirë mbrëma hoxhi respektuar, e di se nuk do të më përgjigjeni me që jeni para opinion të gjerë. Po pavarësisht kësaj, unë do t'ja parashtoj këtë pyetje. Ç'kuptim kanë ajetet 2, 3 dhe 4 në surën Ar-Rum? Dhe sa jam bindë se për besimtarët, pasi si të tilla nuk kanë të bëjnë asgjë me ngritjen e shkallës së besimit të besimtarët. Fillimisht, domthonë shikues I nderuar dhe I respektuar, sikur që na I drejtuar, mendoj që ke gabuar kur na ke paragjykuar se ne nuk do të përgjigjemi. Ja po të përgjigjem. Dhe kjo është tash po e shoh këtë përgjigje tash para vetes dhe domethënë me plot naci po e lexoj dhe po përgjigjem. Ne nuk kemi diçka që kemi me mshef ose me ik pej saj. Atë që nuk e dim, themi publikisht nuk e di. Jo që nuk ekziston përgjigje për këtë fen ton, nga se ka përgjigje. Po ka mos unë nuk e di. Të them nuk e di. Shikoni misionin e arshëm dhe s'ka diçka problem këtë punë. Kjo e para. E dyta, ke gjykuar, ke thënë se nuk ka të bën asgjë me ngritjen e shkallës besimit. Pe ku e din që nuk ka të bëj? Andaj, ajetet e para së Rum flasin për betejën që është zhvilluar mes romagëve dhe persianëve. Ku, do të thotë, janë mundur persianët. Mirë po Allahu paralajmëron, gulibeti Rum është mundur ushtria romake nga persianët. Mirë po ata min ba'di ghalabim se yaglibun. Mirë po ata pas kësaj humbje apo do të fitojnë së shpejti në një fitore më të madhe se humbja që e ka mësuar. Kjo nuk është fakt historik, nuk është analizë ushtarake e betejës që zhvilluar. Mirë po, zhvillimet mes persianëve dhe romagëve I kanë ndjek me vëmendje kurajshtë e Mekës dhe besimtarët në Mekë. Me çfarë arsye? Kurajshtë e Mekës kanë qenë idhujtar. Dhe për të treguar se e vërteta është në anën e tyre kanë thënë persianët janë zerputista. Andaj ata adhurojnë idhujt dhe ja fitojnë, ndërsa romakët janë të krishterë. Pasojnë pejgamberin Isaun dhe besojnë në Allahun. Me gjithë devijimet që janë këtë drejtim, mirë po për kurajshtë e Mekës kanë qenë idhëtar të fesë e librit, idhëtar të pejgamberit. Andaj I kanë thënë muslimanët në Mekë, shikoni, ata që adhurojnë idhull, ata fitojnë. Ndërsa ata që ndjekin pejgamber, ata humbin. Dhe janë gëzuar nga kjo kurajshtë e Mekës. Andaj ka qenë konflikt në bazë besimit apo në bazë shkafit? Në bazë besimit. Dhe Allah I ka përgëzuar besimtarët se kjo ka qenë me urtësi të caktuar që kanë humbë kësaj radhe romakët, por ata së shpejti do të fitojnë. Dhe kështu ka ndodhur. Fi bid e sinin, për pak vite, për më pak se 7 vite, kanë fituar romakët mbi persianët fitore të madhe, duke I shkaktuar humbje më rëmendëse ushtrisë së persianëve. Për treguar se ehlu kitabi, pasues të librit të krishterët, edhe pse libri I tyre ka psuar shtrembrime dhe në besim të tyre nuk janë të pastër në monoteizëm të pastër, për shkak se e ndërtojnë besimin e tyre në Trinitet. Megjithatë, pak një lidhje që e kanë pas me pejgamberin Isa alayhis salam, pak një lidhje që e kanë me librin të shenjtë, Allahu ju ka ndihmuar. E çfarë u amërmendje juve Kurajsh për një grup muslimanësh, të cilët janë të lidhur fort për pejgamberin e tyre dhe besojnë fuqimisht në Allahun xhallahu ala. A nuk ka marrë se dhe këta dikur kanë me fitu mbi juve? Pa që nuk shtohet imani besimtarit në këtë rast. Është përgëzimi drejt për drejt për ngadnimin e fesë Allahu xhallahu ala, për ngadnimin e monoteizmit, për ngadnimin e besimit të pastër, për ngadnimin dhe fituarën e pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ka lidhje me besim, si jo. Por nëse na nuk e kuptojmë, ose neve diçka nuk na bën përshtypje, problemi është tek ne. Po nëse Kurani I tërë është në shërbim të besimit, është në shërbim të lidhjes së njeriu me Zotin e tij. Prandaj unë këshilloj që mund të bëni pyetje, mirë po, ose nëse për shembull ke ndonjë mendim të caktuar, ta faktoni, po thua se nuk ka të bëj asgjë
me ngjitur në shkallën e besimit, mendoj se është një vlerësim domthonë negativ i tepruar. Nuk ka nevojë të paragjykojmë deri në këtë mos, edhe kisha pasur që në të ardhmen mos na paragjykoni se nuk i lexojmë pyetjet juaja. Nuk më përmend që keni bërë pyetje ndonjëherë e që nuk kemi përgjigjur. Andaj përgjigjemi për aq sa dim. Për aq që nuk e dim, nuk na vije top të themi nuk e dim. Më mirë të themi nuk e dim se sa të shtrembrojmë diç nga feja Allah xhallahu ala, Allah na ruaj. Thotë, hoqë nderuar, jam e martuar që 20 vjet. A kam gjuna me marr një fëmijë me rrit? Kjo është një sprovë që Allah xhallahu ala të ka sprovuar me të. Bën sabër dhe mundohemi marr shkaqe të duhura, të lejuara fetarisht për me tentu për me pas fëmijë. Në anë tjetër, ke dëshirë me marr një fëmijë me rrit, nuk prish punë me arrit të fëmijën. Mirë, po duhet me pas kujdes që gjithmonë me di se ai nuk është fëmia yt. Andaj nëse është e gjinisë mashkullore, kur të rritet, ki kujdes, nuk bën me trajtu sikur se nënën. Do të thotë mu vetëm me të me dorë me të nga sa është fëmijë ujë për ty. Andaj nëse i përmbash rregullave fetare në raport me fëmijën e adoptuar, nuk prish punë me adoptuar një fëmijë. Andaj nëse don me adoptu një fëmijë dhe me marr me rrit, paraprakisht, para se më bë këta, mirë më interesu të ndonjë hoqë që këtë afërt, me e pyet rregullat që mos të bësh ndonjë shkelje eventual në këtë drejtim. Edhe pyetja e fundit, nga se kaloi koha e rrëzuar për ligjëratën, thotë e kam një vajzë mbulu, i fal 5 vakt namaz, nuk na don neve prindve ka frikë, nuk mund me flajt atë. Ka mundësi është e prekum pe gjendve, nga se këtu nuk është e mundshme vajza mos më dash prind. Veç për një smundje. Ka sa çush ka mundësi fëmia mos më dash prindin, ose prindi mos më dash fëmijën. Nuk është e mundshme kjo. Kjo nuk ka mundësi më ndodh. Përveç se si pasojë ndoshta ndonjë probleme të caktuar, smundje, prekën nga ana e shejtanëve. Andaj mirën me bë rukje, me kënu Kur'an, e çu do të një hoqë, sikur se ka përmend vazhdimisht, me bë rukje, me lenin Allah xheloi te i kalon edhe kthehet në gjendjen normale. Shikoj ndëruar, këtu ishin pyetjet që patë mundësi me i lexuar nga SMS-i kësaj nate dhe këtu ishin përgjigjet që pata mundësi me i dhon në lidhje me pyetjet e juaja. Këtu po e bëm një shkputje të zakonshme për të rikthyer pastaj përsëri në pjesën e dytë të emisionit ku pastaj fillojnë inkuadrimet e juaja përmes telefonit. Andaj në ndeshjen pas kësaj pauze, Allahu xhallahu ala shpëleft. Selamun alaikum, shikues nderuar, rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit. Dhe tashmë është pjesa e rezervuar për inkuadrimin e telefonat të juaja. Gjatë pauzës veç patëm një telefonat dhe si duket është duke prit në lidhje, andaj e inkuadrojmë më një herë. Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة. I kam 3 pyetje për hoxhën. Pyetja e parë është kështu, domethënë çfarë mendimi keni për asën e Ramadanit të butën? Po. Po, pyetja e dytë është orën që vendosim në dorë. A duhet vendosim në dorën e djathtë apo në majtën? Domethënë, më shumë është e preferueshme dora e djathtë apo dora e majtë? Dhe pyetja e tretë është kështu. Në televizor është domethënë një kanal domethënë janë ata praktikues domethënë me thebit Hanefi dhe mirë po e komprend që diçka domethënë nuk e kam besimin bashkë në rregull. Ndoshta keni dëgjuar edhe më herët. Kanal anglez, Hanefi tik kanal. Po, domethënë është kanal anglez. Hanefi tik kanal. Hanefi tik kanal, thirrët. Po. E më qartë po? E qartë, Allah, qartë. E qartë. Selam aleikum. Selam ورحمة الله وبركاته. Fillimisht pyetja për doktor Butin. Ai ka gëzuar një respekt tek shumë musliman, përkundër domethënë mos pajtimeve që kena mundësi me i pas me të, disa çështje të caktuara që kanë bëjnë edhe me besimin, me punë tjera të fesë, por kohëve të fundit problemi i tij nuk është në këtë fushë,
por pozicionimi i tij me kriminalin dhe diktatorin Bashar Assad dhe përkrahja e tij në vrasjen e popullit, padyshim se kët po them dietar e ka degraduar në shkallën më të ulët të mundshme. Andaj në fillim askush nuk ka pasur mundësi me kuptu pse po e bën këtë, shumica kanë komentuar në hijen e presionit dhe dhunës. Mirë po kanë dezertuar dhe janë larguar nga asiti njerëz që kanë qenë shumë afër tina. General të mëdhaj, madje pjesëtar të kabinetit qeveritar të Asadit janë larguar. Dhe megjithë pas gjithë kësaj është dëshmuar se buti këtë nuk e bën nga presioni, por se duket e bën nga bindja. Dhe në fillim ndoshta ka pas pa qartë se kush janë këtu grupe që luftojnë, çka po ndodhe kështu më radh, ndoshta po them kushtimisht. Por pas gjithë këtyre masakrave që i bën Asadi, pas gjithë kësaj që është bërë qartë se populli i Sirisë nuk e don Asadin, don mu larguaj. Atë e ngrit. Pas gjithë kësaj në deklaratën e fundit që dul dhe tha se luftarët që e mbrojnë Asadin i ngjajnë ashabëve të pejgamberit sa, kjo mendoj se ka të kaluar çdo kufi apo. Andaj Zoti u zoft dhe mendoj se me këtë e ka përmbyll kapitullin e çdo respekti ndaj tij apo. E ka përmbyll kapitullin e mundësinë e çdo respekti ndaj tij, andaj thamna që ulemat ton të gjithë janë pozicionuar në anë tjetër. Edhe ata mbrana Sirisë, po ata jashtë Sirisë dhe buti mbetet një hoxh i Esedit dhe le të merr Esedi fetva për tina, nuk kemi nevojë na për të. Me keqare po e them kët, mi po njeriu që me të vërtet pa ndjenja del dhe deklaron se ushtarë që dhunojnë, vrojnë fëmijë, gra, i ngjajnë gjeneratës më të mirë të muslimanëve, ashabëve, vallahi kjo është një paftyrësi e skajshme. Po me keqare po e them, po është kjo paftyrësi e skajshme apo. Andaj kjo është ka mënej për to dhe shumë tjera mënej për to, po nuk po du me i dhunu fatkeqësisht shikuesit tanë me këto deklarata, nga se alhamdulillah që nuk ka nevojë për të, as nuk qarkullon në mendimin e tij në mesin e muslimanëve këtu, muslimanët janë rahat për mendimeve të tij, kështu që nuk kena nevojë edhe me e hum kohën më tepër për këtë njerëz jam. Orën që ndur me bajt, pejgamberi sa si ka thënë hadith në Aisha radhiyallahu anha, domethënë gjërat që është shërbyer me të gjërat e mira gjithmonë i ka preferuar t'i bën me dorë djath. Nëse ato që kanë bën me pastrim për shembull, nga ndonjë nevojë ndytësire kështu më radh i ka bën me dorën e majt. Duke pas parasysh se ora na bën një shërbim të madh dhe është me vlerë, nëse më e preferuar është të bëhet në dorën e djath. Më e preferuar është të bëhet në dorën e djath, edhe pse kjo që po e them nuk nënkupton se është e ndaluar të bëhet në dorën e majt. Jo, s'është ndaluar. Mundesh me bëhet në dorën e majt, pa problem. Por ti pyete më e preferuar, dhe unë mendoj se më e preferuar është të bëhet në dorën e djath. Allah dhe më së mire. E se për këtë kanalit, nuk e di valla këtë kanal çka është, as çka transmeton te as shumë radh. Në qoftë transmeton fikun Hanefi është i mirë. Në qoftë se ja mëson muslimanë fikun Hanefi si duhet, është i mirë. Por çka ka tjetër në këtë nuk di vallahi. Nuk di, nuk e kam pa kurr, andaj nuk mund më vlerësu as pozitivisht as negativisht apo. Kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Deshta me ditë se çfarë gjinohi e ka ai personi i cili hoxha duke e pyetve, ai bisedon me shokun e tij. Po. Ose me një kan tjetër, edhe çfarë gjinohi e ka me ndjemadi. Po. Padeshëm, selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Pejgamberi më ka thonë, në qoftë se i thuash shokut tënd në xhami, ul imamu yakhutub, ndërsa imami është duke marrë hutbe, i thua shokut tënd hesht, don shoku flet. Ti thuash veç hesht, me gojë thu hesht, thot faqat lagaut, ke bë mëkat. E çfarë të merren nëse flet, bësh ti nevojë dikur më thon hesht, e ky sa gjuna, gjuna e madhe boll. Edhe nganjëherë nuk duhet më vet sa është gjunoj. Mjafton që ti je gjuna valla. Mjafton që ti je gjuna. Sa është Allahu e din, sa dënon Allah për ta, nuk e dim. Sa humpi se vapën ne nuk e dim. Përveç se natyrose që Allah na ka lajmëruar, na thot për këtë keni ka gjuna ne e dim. Por për këtë na ka thënë pejgamberi faqat legaut, ke bën një mëkat, ke bën një punë të kot që nuk është dashur të mirësh me të gjatë hutbes. Andaj ndajimi i hutbes është obligativ. Nuk lejohet të bisedohet me shokun pranas me të atjas, me atjas me thon hesht, flet dikush ti shikoj punën tënde. Prandaj është mëkat. Mendjemadhi boll gjuna bën. Mjafton që ka thënë pejgamberi sa ai që në zemrën i ka një kokër mendimësie nuk hyn xhenet apo. Në çka mendimësia ka pyet pejgamberi sa ka mendimësia i ka dy probleme kryesore. Apo i ka dy
karakteristika themelore. E para është batrul haq, o ghamtun nas. Refuzimi të vërtetës, apo. Dikush e mëson, ti e bë më mëson mua. Kur e kon ti i vogël të mësoj ty, më ndje madh. Nuk e pranon të vërtetën nga njerëz që ndoshta më të vëgjël saj. Me mosh, me dije, me pozitë, me pasojë se merr për tyne. Se merr për ti po më kallzon mua. Ai dhe djeu ku kështu tash më kallzon mua, më ndje madh. Refuzimi i të vërtetës është shaj më ndjesë Allahu na rujt. Dhe ghamtun nas në nënçmimi dhe përbuzja njerëzve, Allah në rujt. Me nënçmu njerëz në baza, për shembull, materiale, sociale, ekonomike, familjare, të prejardhjes, të pamjes, e kështu me radhë, me nënçmu. Pse për nënçman? Vetëm pse për shembull duket kështu, ose vetëm pse ka këtë nacionalitet, ose pse ka këtë ngjyrë. Allah në rujt. Me nënçmu njerëz në këto baza është mendjemallësi dhe ka thonë pejgamberi, kush i ka këtu një kthërmime e pas veç, nuk hin xhenet, Allahu na rujt. Kemi telefonat. Mirëmbrëma. Aja që 3 herë jem të pita, që e nëma se s'po vjen që atjoli, që 30 vjetë jem këto, zëtë që për gjesë, një së rritë e vlasnija. Po, bën me ditë, qka është të kërku me pineve? Qka duhet me bona? Që 30 vjetë jem të rujtë një djoli, asë më fletas. Po të kuptojnë, po qka duhet me bona për atë djoli? Este mom, dhe qka ma qort, mom ka zuhe. Wallahi, na i na munu, në ndëru me të thonë sa këna mujtë. Ti faj nuk është, unë s'po du me thonë kur gjo, kjo është keqardhje shumë. Na vjen shumë keq për këtë që pëndodhë. Në qofë se djallit në ndëgjën, edhe merë pineve për shembull këshilla, më në që kënë dhonë këshilla të mjaftueshme që ai me të respektu, me të thirë edhe me të nderu. Po nuk është në dorën tonë. Allahu të ndihmoft. Allahu të ndihmoft. Kemi telefonat? Urna. Selamu alaikum. Aleikum selam Allah. Hosh, desha 2 pyetje me bon që se ka mundësi. Po, falë Allah. Pyetja ime e parë është domthonjë si ka mundësi që Allahu sa për disa njerëz e besojnë Allahun ditën e gjykimit, po domethënë nuk janë besimtarë. Prap nuk janë besimtarë. Qysh nuk janë besimtarë Allah? Domethënë besojnë Allahun ditën, domethënë besojnë Allah ditën e gjykimit, po ata prap domethënë nuk janë besimtarë. Qysh Allahu thot për ta kështu, po? Po, e qartë, po. Po. Edhe pyetja e dytë, domethënë si ka mundësi që me dallohet domethënë munafik në bazë shkafit. Po, e qartë. Si mund dallohet domethënë? E qartë. Allahu shpërblet. Selam aleikum. Amin te Allah. Fillimisht Allahu thot: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum." Allahu thot ka për njerëzve, të cilët thonë, ata realisht nuk besojnë në Allahun, ata realisht nuk besojnë në gjykimit, po ata thonë, shtirën kështu para njerëzve, se na besojmë Allahun dhe besojmë në gjykimit. Për Allahu thot realisht, ai që i njeh zemrat e tyre, ai që e din çka kanë zemrat e tyre, thot ata nuk kanë besu. Ka çysh ka mundësi me bë vepra të tilla të ndyta, të ulta, shkatrime me bon tokë, me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe në fund me thonë unë besoj Allahun dhe pejgamberin. Këta gënjeshtar. Allahu thot këta gënjejnë, nga se yukhadi'un Allah. Këta mundohen në këtë mënyrë edhe Allahun me mashtru. Po ta dinë se e kanë mashtruar vetëm vetë në tyne, por ata nuk janë duke hetu këtë punë. Nuk janë duke hetu këtë çështje, janë të mashtruar, të dhëur në mashtrimin e tyre. Andaj nuk ka mundësi Allahu xhallahu ala me e ja vërtetu dikujt besimin pastaj më mohu, se kjo është kontradikt, që nuk ndodhet tek Allahu kurr. Por Allahu na përmend gjendën e tyre se ata thojnë kështu, ata shtiren kështu, po ata rresh nuk janë. E së përket munafikut, si dallohet ai, munafiku janë dy lloje munafikash. Nëse nifaku është dy lloje, nifak, dyftërsi, hipokrizi në besim dhe hipokrizi në vepra. Hipokriti në besim është ai i cili e shpreh mos besimin, e shpreh besimin. Shtiret si besimtar, do të zemra e tij e ka të mbyllur mos besimin dhe urren në kësaj feje. Ndërsa hipokriti në vepra ai është musliman. Ka një farë lloj besimi në zemër, po të dopt,
Dhe si pasojë e dobësisë e këtij besimi ai bën vepra që e rreshtojnë në radhët e munafikëve. Muhamedi më ka thonë 4 gjëra kush i ka është dyftërsh. Domthon kur flet rran, kur premton mashtron. Ai ka njëri me premtu, mos më mund me zbatu këtë diçka tjetër, po zanat e ka, si të premton dije që ka me të rrajt. Kur merr diçka amanet, se kthen mu. Edhe kur të armiqsohet, subhanallahu, i kalon këtë kufet armiqësisë. Armiqsohet për një fjalë të vogël, pastaj bën luftë derisa të shkatërron armikun e tij. Ky munafik është, ky dyftërsh. Ndë kush i ka këto cilësi, është munafik. Sa ka pjesë nga këto, aq ka pjesë nga dyftërsia. Allahu na ruaj nga kësmundja e keqe. Kemi telefonat? Se duke dështoj na falni duke prit, por inshallah i pet mundësia me u inkuadru edhe herën tjetër. Kemi telefon tjetër me njerë duke prit. Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Po zesa më ta bëni pyetje. Po falë Allah. Na jetët kuranore, për shembull Allah kur thot, merr shembull diçka dhe nuk thot on, po thot ne. Po. Po më di çfarë kuptimi dhe më ka kjo. E qartë Allah. Selam aleikum. Amin tullah, aleikum selam tullah. Allah xhallahu thot, nahnu khalaqnakum, ne ju kemi krijuar juve. Inna nahnu nazalna dhikr, ne kemi zbrit për kujtuesin. Ne thot apo. Kjo nuk është për të treguar shumsin e pjesëmarrësve në këtë punë, nga se s'ka qenë pjesëmarrës me Allahun askush në krijim. Por kjo shprehje ne përdoret për madhërim të Allahu xhallahu ala. Sikur që ti i thu dikujt ju zotëri për respekt dhe për nderim, apo? Edhe pse ai është një person, ju janë shumë, po për respekt dhe nderim i thua ju. Andaj Allahu xhallahu ala për të treguar se kjo punë që Allah e ka bërë, krijimi, zbritja e Kuranit ose kjo punë, kjo kërkon madhërim të posaçëm te Allahu xhallahu ala. Kërkon një lloj të përjetojmë dhe madhështie ndaj Allahu xhallahu xhelalu. Andaj vijeme shprehje ne në shumës, të thotë thash për madhërim dhe madhështi e jo për treguar se dikush ka qenë pjesëmarrës me Allahun në këtë punë. Kemi telefonat? Urna. Selam aleikum hëç. Aleikum selam wa rahmatullah. Një pyetje, e kom ditë bolesën që 5 vjetë, edhe i foli 5 kur namaz dhe nafile, foli, ku po asë përfën e kënë gjithë për pare, den? Po? Edhe një qikje kam u fol, ta së të bërë namaz, që po di qysh s'po mëj me shti më fol. Po, e qartë. Selam aleikum hëç. Aleikum selam wa rahmatullah. Natën e mirë. Natën e mirë. Fillimisht fakti që jam mbuluar që 5 vjet dhe fillon dhe i fal 5 vakte, alhamdulillah, kjo është një hap shumë i guximshëm që e ke marrë dhe një punë shumë e mirë që e duke bërë. Andaj lutem Allahu xhallahu ala që të na forcon në rrugën e tij. Ato që ka thënë njerëz bëhet me parë, na kemi thënë këtë disa herë se nuk ka njëri në fytyrë tokës që mbulohet me parë. Në këtë kohë që ne jetojmë, ku mbulesa zakonisht njerëzit dinë me përqesh, je kufizuar në disa punë caktuara, kush e kufizon vetëm për do punë. Andaj dua të them që kjo është aq e ulët, aq banale kjo shpifje dhe kjo akuzë, saqë mendoj që çdo sekond që e kalojmë për të rënë këtë akuzë është e madhe. S'ka nevojë. E pa nevojshme të kalojmë kaq kohë në rënimin e kësaj. Kemi sqaruar disa herë. Andaj ti mos u merr me ata që ka thonë. Ata ka thonë për pejgamberin sa është magjistare, është i çmendur, ku di çfarë. Ne nuk mirrim me ta. Ne e dim se kushti themelor në fen ton. Kushti themelor në fen ton. Për ta bën një punë, për ta bën një punë për Allahun xhallahu ala është që ti e sinqert për Allahun. Ai ka mundësi dikush, ku e dim na, e gjojnë dikun ata në botë, një që u mbulu me parë, e gjojnë sa për më na i mshël syt. Po themi se kurdo që mbulohet me parë, badiava e ka. Kurdo që falet për parë, badiava e ka. Dhe feja nuk lejon që mbulu me parë. Feja nuk është fe e parave. Feja nuk është fe e materializmit. Feja është fe e sinqeritetit për Allahut azza xal. Mos e marr me çështje edhe mos u shqetëso, sa më shumë të them për ty, ti e din që nuk je ashtu. Allahu të shpërblen për to.
që po të akuzojnë dhe po bën sabër, andaj mos e një vetën keq për këtë çështje. Se për këtë vajzës që është falë vëllai shumë keq, që e kalon namazin, mirë po ti mundon me i fol, mundon me afru, me siguri shoqënia e keqe ka ndiku. Mundon me ja gjetë një shoqëni mirë, me e këshillu, me e shoqëruar me motra të mira muslimane. Do sa pak mosha e ka bërë vetën. Mosha rinis, mosha domethënë e dëfrimit, të argëtimit e kështu me radhë, e ka habit rregati sa të ke mundsi. Ti e nën afro vajzës tënde, bisedoj me të, shiko që ku ka problemin, çka është e keqe, çka po i pengon, fali, bë dua Allah xhallahu ala, që Allah më uzu, inshallah, kjo është ajo që ti mundesh me e bë, në veçantë ajo ka qenë duke u fal, prandaj e ka përru namazin dhe e ka përru sa është dëbishëm namazi. Pra më nëse me këshilla, me fjalë të mira, me afru, me e komuniku me të, me këshyrë me se ka një problem, me jazidh problemin, me bo dua, inshallah në këtë mënyrë, besoj që dënë Zoti largohet këtë problem dhe fillon më falë Allahu o zoft. Kemi telefonat? Alo? Urna, Allah. Selam aleikum, hoxhenes. Aleikum, selam, tullah. Kom kënaqësin, jam në ndëgju si juve, elhamdulillah, që ju kena si hoqë, si djetar, si juve, si hoxhallar tjerë, kështa në të bodhe një pyetje, po nështa të praj, po beso që kur pengoj pistirin edhe pengoj vlëzërit tonë, juve, të na i shpjegu fjallën Allahu që është dohet, të na i qetësën e zemrat, Allahu ju shpërblet mënyrën më të mirë të mundshme. Amin, ty Allah shpërblet Allah. Nashta të ndrej temën, po, si korrupcioni, si mo Kosova mas lufte, ka deshtë Allahu, ju ka dhonë dje, e të na i qetësën e shpirtat mënyrën më të mirë të mundshme. Ta është deshta më të avoni pyetje hoxhenes, janë në gjusë jote regullt, se dija jote, ose shpjegi, diçka do ka njëherë do vese, ose do sene në kumlojnë rahat si namaz, si mjetë përditshme, sen që se kum posë për para, dhe ta vesme ta bunë një pyetje në tonë, a më nëshë madhona e përgjigje, hoqë, Allah të shpërbleft, selam aleikum. Amin, aleikum salam, Veset që i ndodhin besimtarit, nuk duhet fillimisht ta kupton si një gjë të jashtëzakonshme, çka po më ndodh mu, ka se çdo kujt i ndodhin këto. Çdo musliman që ka besim në zemrën e Allahut azhjal, që ka besim në zemrën e tij, besim në Allahun azhjal. Çdo musliman që i ka obligimin te Allahu xhallahu ala. Ky njeri është i shtrejt. Ky njeri brendin di ka margaritar, andaj një cub, një hajn si shejtani tenton me vjedh, tenton me prishë të bukuri. Por ai nuk ka mundësi me bo çka don ai. Nuk ka mundësi me na shqetësu çu don ai. Të gjitha veprimtaritë që ai e bën kundër muslimanëve, Allahu xhallahu ala ka përmbledh të tërën në vezvese. Krejt që ai mund me bosh me bo vezvese. Dhe mos u merr me to. Fillimisht kuptoj, ka aniet tek Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe i ka thënë, kam shumë vese. Ka qesh Ibn Abbas, kam pse po qesh? Kam gasoloni kam çështo. Po do të thonë që kanë janë teprume, nuk i kanë këtë teprume, por dikush më pak, dikush më shumë, veset i bën shëton çdo kujt. Mundohet me deviju. I ka bëu vezvese Ademit alayhis salam. Për me nxirr për xhenet e tjerë kështu më radh. Në fillimisht kuptoj se është diçka normale dhe nuk është e jashtëzakonshme dhe kuptoj se hajni po do me ta vjedh ato që kimat mirën. Mos ja lejo. I njëraja vllai nderuam. Mos u merr me ta. Kemi telefonat e inkuadrojmë pastaj vazhdoj. Urdhani? Alo. Urna. Me mama, një pyetje po do më të bo. Po të ndëgjojmë. Që është jeta në Varreza, po kam qef me ditë, edhe dina ta ka kanë, ose në shojnë në herë neve të vorët ku shkojmë një vizitu. Po, e qartë. Andaj se për këtë veseve që është duke folë, fillimisht ignoraje. Për shembull, ti dukes rrugës, edhe një rrugaq, shan, flet keq, ti po e nin, të vjen keq për to çka po bën, por ti ani është keq për vetë, jo, pse? Se ti si tu shajt, ti si tu thon keq, ai është tu thon, njëjtë që ashtu, ti dukes ka Allahu azza xal, apo shejtani është tu fol keq, ajo është tu bë ves keq, ajo është pjesë e jotja, ti si tu bë kështu. Dhe përdesë ti e urrën atë fjalë, atë ves, e urrën atë mendim, tenton me refuzu,
ti në luft shenjë që Allah ka me të pagu për këtë, ka me të shpërbly Allah për këtë. Andaj, e para kuptoje normal, e dyta injoraje, e treta dije që s'është pjesë e jotja, e katërta lutë Allah me ta hek. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, shika sura Nas, min sharril waswasil khannas. Ruaj më Zot, ti që je Zoti i njerëzve, ti që je i adhuruar i njerëzve, më ruaj nga vezveset e shejtanit mallkum, i cili kur përmendet emri i Allahut zbrapset dhe largohet. Dhe kërkon ndihmën e Allahut azza wa jall. Dhe mendon që me këto me lenin Allah xhallahu ala largohesh. Edhe një përmendje për fund, sa ardin vese pak shqetësuese, bën një ibadet. Çu falë 2 rekate. Jep sadaka. Përgjigju praktikisht shejtanit për reagimin të ndaj vezveseve. Ai pse po të bën vezvese? Me të largu nga namazi. Përgjigju praktikisht se jo që veç farzët, po si pasojë kësaj vezvese që më ke ngacmu, çe përgjigjem 2 rekate për Allah. Pastaj po do sadak fukarave. Kur e sheh shejtani se ai po të bën vese, ti po bësh dhe më i devotshëm, i lën veset. Dhe kjo ka ndodhur vallahi, ka ndodhur, ka kalu ai në strategji tjetër, se ka përdorur më kët. Ka sa ai bën vesë me dobësu. Kur ti forcosh më tepër, i përgjigjesh praktikisht se çesa po malen shen vezvesja jote, me lenin Allah xhallahu ala i kalon në punë tjetër nga se nuk do më të pajtë të devotshëm. A mendoj që me këtu, nëse i provon gjitha këtu me lenin Allah xhallahu ala, do të japin rezultatet e tuara dhe do të dobësohet intensiteti këtu në sulmeve. Allahu na ruaj nga sherri i shejtanit. Jeta varreza është jetë. Atje jetojnë të vdekurit, që për ne janë të vdekur, por kanë kaluar në botën tjetër. Ne nuk e dim si jetojnë ata, po e dim që jetojnë. Kemi telefonat, të inkuadrojmë, urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam, tullah. Allah ju ndëroft, i kom 2 pyetje. Urna Allah. A bën fatkesisht kur një vllaut ja din një vest kesh, a bën me bojkotu tërësisht për një vest kesh kur ai ka dhe punë të mira shumë? Po. Kjo pyetja e parë dhe pyetja e dytë, ato gra që falen, po shamin nuk e qesin, a bën pak me, që thojnë me trek, me shti me qitë shamin. Po. Allah i shpërblet. Andaj tashit të vërtet nuk e dim si është. Pra me thonë jetojnë, kështu na nuk e dim si jetojnë. Nga sa është për neve botë e fshehtë. Po ne e dim se jetojmë, se Allah xhallahu na ka lëmbruar se është jetë. Disa detale i dim, por për realitetin e asaj botë nuk dim. Na dim se, për shembull, ai që ka qenë punë mirë, ai që ka bërë vepra të mira, i zgjerohet varri sa shesyni. Mëngjes dhe mbrëmje e shën vendin vet në xhennet. I vjen një shok në varr, një krijesë, thotë kush je ti në këtë formë kaq të bukur, me këtë shoqërim kaq të mirë që po më gëzon këtë natë vetmuar. Thotë unë jam vepra jote e mirë. Allahu xhallahu ala më ka sjell në formën e njeriut me të shoqënu ty, nga se ke qenë burr i mirë, ke qenë grua e mirë. Po këtë e dim, kështu ndodh në atë botë. Po ndodh të tjerëve që kanë qenë punë keq, i ngushtohet varri aq tepër, derisa ka thënë pejgamberi deri në atë mas dikujt mund të ngushtohet varri, saqë brit të futet njëra në tjetrën. Allahu na ruaj. Pastaj ti prezantohet xhehenemi, mëngjes dhe mbrëmje. Këtu e ki vënë, këtu ki mundjeg. Dhe i vjen një person në pamjen më të keqe të mundshme. Një shok shumë i keq, shumë që shkakton shqetësime, shkakton domethënë neveri, stres. Kush je ti që në këtë natë, këtë vend, me telashet e mia, me galët e mia, ja orë më ashtu, telashet e më tepër, thotë unë jam puna jote e keqe. Ke bo keq, që ke gjetë keq. Po këtë e dim nga ajo botë. E dim se posa të bim në varr, do të vinë me lekët më na pyet, 3 pyetje. Kush është Zoti yt? Cila ka qenë feja jote? Dhe këtë njeri që kemi dërguar te ky kush është ky? Për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por detale tjera më të mëdha nuk dim për ato. Po ato që a dinë na shohin, jo, nuk dinë ata për neve, as nuk na shohin ata neve. Ata dinë kur na bëjmë dua për ta, i lëmron melejku i caktuar se filoni po bën dua për ty, filoni ka kërku falë tek Allahu për ty, filoni ka dhënë sadak për ty, këtë dinë. Por ata nuk kanë lidhje fare me këtë botë dhe ata kanë botën e tyre, nuk dinë për neve asgjë. Thot pyetja që na telefonoi, tha bojkoti, me bojkotuni vëllai musliman për një ves. Nuk lejohet me bojkotuni musliman. Qase ka thënë pejgamberi nuk lejohet
që një musliman ta bojkoton një vëlla musliman më gjatë se 3 ditë. Mund të hidhrohen njerëz me vetë kështu më radh 3 ditë maksimumi. Mas 3 ditë detyrimisht duhet mu pajtu. Dhe ka thënë Muhamedi sa më i miri nga ata është ai që i pari fillon me selam. Ai që i pari fillon me fol, ky është më i miri. E në qovë se vesi që e ka është fetar, do më bën një haram, bën një të keqe, ne du të me e këshilu, me net afer ti, jo me bojkotu me alon shejtanit dhe shostit keqe. Përveç se me një rast, në qovë se dim se bojkoti nga ana jon, mund të shërben si një presion pozitiv, që ai me hek dur nga i vest, lejohet me bojkotu. Lejohet me bojkotu për shkak të qëllimit, jo për shkak të bojkotit. Por në qovë se ne bojkotum, dhe ai hidhnot me një vedh ma shumë, dhe pastaj rrezikohet me shku me shoqi të keqe, atë nuk e bojkoton. Andaj bojkoti është një mjet që përdoret varësisht nga dobia që realizohet përmes tij. Nëse dobia është më e madhe e përdorim. E përdorim në kufit të caktuar. Nëse dëmi është më i madh, nuk e përdorim, qase nuk lejohet me dëmtuar një musliman në asnjë mënyrë. Gratë që falen po nuk e vënë shamin, a bën pak me dhunë. Nuk po kuptoj çka nuk kupton kjo dhunë. Nuk lejohet me rrej grun pse s'ka shamia apo. Larg asaj. Por pak presion me bë, presion po them kështu verbal, me fjalë. Ngjetë mu, pse s'pen gjet mu, nuk ka marra, Allah të ka obligu ti bile pi fal 5 vaktet. Ka pak kështu një presion, po lejohet ka pak. Pse jo? Mi ka thënë se është po të bëj punë të keqe. Mi ka thënë se ti për shembull ka njëri për një veprim të keq, një sjellje jo korrekte që dikush e bën përballë ti, pak e ndron çehrën. Pak me sjellje, po edhe me fjalë ka thonë që s'jam i kënaqur me kët. E çfarë më kur dikush dit për të shkel fjalën e Allahut azhjal, obligimi që Allah ka obliguar shkel. Do të ka pak më ka thonë që na po të novës, më na vjen mirë, valla nuk mund të më koni disponum kur shoqësi me shamia, ka pak këtë rastin nëse thash, nëse ky presion sjell rezultate pozitive. Përndryshe, duhet të mos sjell mirë, bot me bo sabër edhe me e thirr derisa ti përgjigjet urdhit të Allahu xhalla xhelalu. Kemi një telefonat. Allahu selam aleikum. Aleikum selam. Është dashur më ta bëni pyetje. Jam 34 vjeçar, fol na që 3 vjet në xhamon. Në stop e foli, ja kum nis me fol 5 vakte për mujtë. Mashallah, po. Se ja kum nis probleme, kum gjetë hajmali në rjastan. Po. Në rjastan të me mrena, e kum qute më lasë mëme të xhamia në Prishtinë të komuna këtë. A i ka vdek tash. Po. E fave që për zije të rëthat kanë shkruet. Po. E kum gjetë edhe në zirë dhe me në bërë gjesh me kësit madhe dhe ato e kum qute fave që është. Ka bolla kia më shku me folë sa bojnë gjami, më kanë rukë sytë, më kanë shku për pjetë. Po, po. Nuk pajsha, shmësha me ullë kryt me qyrë të poshtë, më ka kokë një shok për krojë, më ka pru se s'pajsha për kolla. E kam gacmojnë, kam probleme familjare, kam kacafytje me të familjes, kam kumë kështë sugjeru me shku të një, si që frinë në rruke që i bojnë me kuran dikun të njëri mje se... A je shku dikun me kuran kërku si ku? Ja, s'kem shku rruke, s'kum bove, s'kum ka... Po, e qartë, inshallah të artë që apë përgjigj, inshallah. Kam probleme, kam shpirt, mu folë, e vzonë kur thirë një farë emocionit madhe, kam gacmojnë, po kam probleme. Po të kuptoj, e qartë. Me familje, me probleme, me... E qartë. Nervoz, me fmit, me zhit. E qartë dhe kuptush, më pëtën. Fillimisht e që e përmene, se si kom fillu më falë 5 vakte, në shfaq të probleme, nuk në shfaq problemet për shkak të fillu më falë 5 vakte. Por namazi ka qitë shesh realisht burimin e problemeve, pëtën. Shiko dobit e namazit, si ke fillu më falë, me herë, shejtani në aktivizu. Edhe është shfaq realisht se ti ki problem. Ti ke pas probleme dhe ma herët. Mirë, po se ke di si ki probleme. Por si ke fillu më falë, ke prit një jetë më të mirë, ke prit një lumturi, ke prit një rahati dhe ka fillu tash më ushtu dhe më tepër shqetësimit. Domethënë i ke provoku ata që të kanë shqetësu kohë më parë. Andaj kjo është një ndikim pozitiv i namazit, vazhdo me namaz. Edhe pse të shqetëson ka pak ezanin, të kapën emocione, lufto. Shko falu, dëgjoj ezanin, dëgjoj Kur'an. Lufto kundër kësaj smundje, me lenin Allah xhallahu ka më shpartalluar. E sa i përket, domethënë
sa i përket ku me shku, mund është të regjia, inshallah, pas emisionit, me marrë numrin e telefonit të dikujt nga xhallarët e besueshëm, me shku me ulemru të ai dhe me fillu me terapi që shpresoj me lejen e Allahu xhallahu ala që do të përfundon me shërimin tënd inshallah. Kemi telefonat. Selamu alaikum. Aleikum selam tullah. Hoxha, deshta një pyetje me bon. Ornalla. Për Ademin alayhis salam. Po. Që e ka mashtru Iblisi me hangër atë pemë. Po. Po. Deshta me posa, a ka në xhenet Ademi? Po, po. A ka në dikim Iblisi në xhenet? E qartë, e qartë. Që ta unë kam e shumë më të nkryjt e shtë me ditë. Ani, tash të kalzojmë inshallah bëjnë një laptë. Ok, Allah i shpërblet. Amin e t'jullah. Allah e përmen në Kur'an se Ademi alayhi salam ka qenë xhennet. Kështu të Allah e përmen. Allah o thot, ne i tham Ademit, futu në xhennet. Cili është ta xhennet? Ne nuk e dim. Mirë po, kur përmenet fjala xhennet, na si musliman, ku na shkon mendja? Tek xheneti i ahiretit, që atje na vesh këmbënia. Edhe pse në kuptimin gjysor fjala xhenna nuk kupton kopsht i bukur. Madje kopsht i rrethuar me drojnë që kanë mbuluar pamjen e mbrëmshme të kopshtit, nga bukuria e madhe që ka. Shumica dietarë mendojnë se Ademi ka qenë në xhenetin e ahiretit. Mirë po, atëherë xheneti, kur Allah xhallahu ka fut Ademin alajhissalam, nuk e ka fut për të mbet atër përhershëm. Kështu që nuk kanë fillu ende me funksionu rregullt e xhenetit. Ka se rregull i xhenetit është se kush hyn të nuk del më piti. Ademi është më fund gjithë për medal. Andaj Allahu xhallahu ka bërë përjashtim në raport me xhenetin me disa veprime të caktuara, nga se ka qenë për qëllim të realizohet një urtësi e madhe. Që pastaj ulemat kanë përmend me 10 urtësi të hyrjes së Ademit në xhenet dhe të daljes nga xheneti. Andaj, futja e Ademit në xhenet dhe dalja prej tij nuk na bën pastaj të jashtëzakonshme edhe mundësinë që shejtani me i bëvë vezvese. Shejtani dhe partia e tij nuk kanë mundësi me i kurrë në xhenet. Po në atë kohë, ndoshta Allah e ka mundsu, e para. E dyta Allahu fa waswasa lahum ash-shaytan. Shejtani i bëri cytje. Dhe cytja nuk kupton që me kon afër, ka pas mundësi me kon pe largu. I ka pa në xhenet, i ka bërë cytje. Dhe kjo me kuptu se s'është fut xhenet Iblisi, por i ka bërë cytje nga larg ato. Megjithatë kjo nuk ka një ndikim të madh, a është fut apo i larg, do nuk e dim këtë çështje. E rëndësishme është të kuptojmë çka ka ndodhur me tutje, ato që Allahu na ka thonë. Allahu na përmend këtë tregim jo për të na futur në dilema, a u kon shejtani mbrana apo jashtë, Ademi këtë gjë të kon. Kjo që është shumë e rëndësishme tek e fundit. Më rëndësishme me kuptu se atë kënaqësi, atë gëzim, atë disponim, atë lumturi që e ka gëzu baba jon Ademi alayhissalam, kush e ka prish? Iblisi. Andaj ai është burim i shqetësimeve tona vazhdimisht pra. Ai është burim i dëshpërimeve tona, zhgënimeve tona, mos pajtimeve tona, gjithmonë kur na prish disponimi, kur jemi nervoz, të stresuar, depresionuar, të shqetësuar, gjithmonë burimi i kësaj është shejtani. Këtë duhet me ditë apo kësaj. Kjo është rëndësishme me kuptu. Dhe dyta me kuptu se ai që do të shkon në xhenet do të më njeh rrugën e Allahut e me kundërshtu rrugën e shejtanit, nga se nuk ka mundësi me i bë punë e shejtanit e me shkon në xhenet. Këto mësime do të më nxjerr për kësaj pune. Këto janë mësime që duhet na me nxjerr nga kjo ngjarje. Pastaj ja u kon xhenet toka, ku kon xhenet, këto gjëra e kanë më rëndësi shumë të madhe. Allahu na ka thonë e kum fut xhenet Adën, edhe është çarsu hesapi. Po kanë Allah këtë punë të hapur që na mos më marr me ato çështje shumë. Andaj ato që Allah gjithë ka përgjithësuar, të lëm të përgjithësuar pa tentuar me hinë në detajet e caktuara, nga se nuk na bën ndonjë nder të madh me ditë apo. Po, mirë me ditë. E ulemat e kanë shpjeguar, do unë shpjegova, apo që ka qenë në xhenetin e ahiretit, kanë mi besimtarët. Mi po, ka qenë një sprov, Allah e ka fut Ademin alayhissalam atje, për të na treguar neve se çfarë mësime duhet na menxir nga kjo që ka ndodhur aftë. Kemi një telefonat. Urna? Alo. Urna, po të ndëgjojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për ju hoq. Po? Para 2 vite gjysë kom fillu namaz, e kom falë rregullisht 5 kohë. Po. Ta në janar të vitit shkum,
ka vdek baba, po ka vdek pa pritë në dur, e kom nis me qute mjeko, nuk o konë për me vdek, po qashto, ja ka shkru zoti pe atë fitova depresion, jom kontrolu të shumë mjek, po tash namazin ka hup krejt, edhe kom një vezese shumë të madhe, sa nisi me fal namaz, si kur me më fol dikush me më thonë, nalu, se ti tash ki me dik, edhe jom gjendje shumë të keqe, barna kom përdor shumë, e ta shiri barnave nuk po më jasë më që me falë sa bahin, do në ditën një punë që te bëjë s'ma mërë medja, asë mu vesh, të thomë, po që u vesha që tash, unë që tash kom e vdik, edhe jem shumë gjende që tirë vesh ta me të pytë punën e namazit, deri sa ti përfundoj këto barna, a thu, a hupi unë e diçka te Allahi, se nuk kom qef me gjonë, se si kom 2 prind, shumë kom pas qef mu falë, po tash nuk kom vullnet që kom pas, që shkom jetu, që shikom qërë fëmin, këto sente krejtëm kanë hupë, prej që kafrit e kom nuk e di. Vedeshta me ta bo pytjen, qofë se nuk i fali vaktet me regull, a hupi di shka te Allahi, se Allahi na shë krejt edhe din që ka për sprovojemi, veç kaq. E qartë. Në basë të pytjeve që po bëjnë shiku ndëruar, po e vrejmë se sa arme ke kemi shejtanin subhanallahu. Çdo i dyti shikua që po na telefonon, nuk ka çare pa u ndërlidh problemi ti me shejtanin e mallkuar. Andaj sa na duhet mu lidh me Allahun azza xal. Sa na duhet përkrahi Allah xhalla xhelalu, sa na duhet ndihmë atij, nga se ne vet nuk mundemi në këtë betejë me këtë armik. Andaj lidhe më e fuqishme mes rrugës dhe Allahut është kur rrubesh namaz. Kjo që të ka ndodhur ty shpjegohet kështu. Momentin kur ti ke qenë duke marrë babën dorë të tua, dhe ka vdek befas për ty, duke qenë tek mjeku, ti ke pësu një stres të madh, një frikë të madhe, dhe në momentin kur njeriu ka frikë të madhe, të pa kontrolluar, ose një stres të madh, të pa kontrolluar, madje kanë thënë dietarët edhe gëzim të madh të pa kontrolluar, hapet njeriu që shejtani të futet në taptë. Ti ke qenë mbyllur për shejtanin, nga se ke fal namaz, ke qenë në rregull, por pakujdesia aty momenteve, stresi, shqetësimi që ke për tu, ke qenë një portë caktuar që me të depërtu shejtanin, dhe ka depërtu dhe ka në zonë vend të ti. Ndaj, duhet me dëbu me dhikr, me përmenet e Allah xhallahu ala, duhet me dëbu me namaz, me u kthy namazit, vallahi nuk ka qetësim pa namaz. Po në fillim mund shumë sprovu, e falesh edhe hala ki stres, vazhdo dhe falu. Në qoftë se për shkak të hapave, ganjere, nuk mund me dalë gjumi për sabah, për shembull. Ti merri sebepet, kur di se orën, angazhoje dikën që me thirr në telefon për muqu, por të ndodh nganjëherë me tik namazi, edhe kur i ke marrë sebepet, inshallah nuk i gjuna te Allahu xhallahu ala. Por po them nuk i gjuna atëherë kur ti i ke marrë të gjitha hapat e duhur dhe të nevojshëm për me fal namazin ku. Andaj kontaktojmë me një motër muslimane, me dikën që thuj thirrëm për kur vakt namazit se pa habitna. Thirrëm sabah, thirrëm drekën, akşam, thirrëm. Të përkujton dhe kujdesu për namaz. Mos e lë namazin, nga se vallahi me namaz do psohesh shumë. Pa namaz të fshin armiku i Zotit, Allahu na ruaj për sherrin e tij. Prandaj kjo që të ka ndodhur, e kuptoj, është një goditje, një stres që ke përjetu. Vazhdo me hapa, edhe me këshilla që ti ka dhënë, edhe me siguri psikologu që ke domethënë e ke konsultuar, mi pa vazhdo me namaz, vazhdo me Kur'an. Nuk prish punë. Pse jo, me tentu, edhe me provu me bën një seancë të leximit të Kur'anit, një terapi caktuar me rukje, me provu me lezu Kur'an të një hoxhi besueshëm, dashur të Zoti xhallahu ala shërosh botë dhe kjo ilaç, provoj të gjitha që janë të lejuara dhe të legjitimuara dhe ktheju jetës, nga se shejtani vëllai do me të pat kështu të thyer, e kështu me vese, vdekja ndot Allahu ta xhel. A ka mundësi me dek tash dikush për neve? Vallai ka mundësi shumë. Por nuk duhet me jetu në presion e vdekjes kështu. Vdekja duhet me na bëu presion veç me një rast, që mos na lën të habitim mas kësaj bote e me harru obligimin ndaj Allahut azh. Kaq. Kur habitim mas kësaj bote, habitim mas filmave, mas serialeve, mas nejave, lëm namazin, duhet me ditë që kena me dek. Me po nëse na falim namazin, nëse jena në rregull, atë vdekja duhet me ndiku me na përmirësu cilësitë e adhurimeve dhe me na përmirësu jetën. Momenti kur përkujtimi i vdekjes na e shkatron jetën, atë kjo padyshim është vezvese e rrezikshme e shejtanit nuk bën marrë me ta.
ai shejtani mund marrë me ton 1 milion herë, kimë dik, wallahi billahi s'kena me dik kur thot shejtani. Kur çfarë le të vjen le tot 100 herë kimë dik, si besojna? Ne besojmë Allah xhallahu ala, na kena me vdek kur Allah thot kimë dik. Krejt bota muqu, krejt që ka në kosmos për krijesave, me miliona e miliarda, njerëze, gjinne, melache, krejt muqu me thonë, kime dek, kur ku si besojmë? Nga se kena me dik, kur Allah thot kime dek. Kime jetu atë se Allah të ka me jetu. Andaj, ushqeje zemrët me këtë besim, me këtë bindje. Ktheja vetë besimin vetës me këtë besim në Allah xhallahu ala. Lërkoj vetë, pse po lën i armik, armikujt me gjyzu. Me ta up lumturinë bashkëtorë, lumturinë pritnore me fëmijë e kështu me radhë. Ti s'ki prind. A përshëso keq është mos mi pas prind? Por ti bile spaku e din se janë dek. Do të fëmijët e tu sa keq e kanë. Ata e din se kanë nën, të gjallë e kanë, po thosë nuk e kanë. Se kanë për kurrë hiç mo, as e disponuar, as pretas për kurrë. Kjo është shumë e keqe. Ata duhet të them që të kemi kujdes. Mos të prishim një jetë e kem. Të jetojmë të rahat të lumtur. Shejtani nuk do më na pa mirë. Kë duhet me ditë. Andaj të shpatëllojmë këtë armik, duke qenë mirë me zveti, duke adhuru Allahun azza wa jall, duke të lumtur të këndshëm, gjithkush ka strese, gjithkush ka depresion nga njëra, gjithkush ka nervoza, ka ngarkesa. Te kalon këtë me lenin Allah xhallahu ala. Por jo të bëhet kjo ngjyrim i jetës tonë. Nuk dinë më rënë ndryshe pas depresion. Nuk dinë më ndryshe pas nervoz. Pse më kështu? Se ka bëu Allah jetën kështu. Ai që na ka krijuar, nuk na ka krijuar me kon nervoz. Nuk na ka krijuar me qenë të stresuar, s'na ka krijuar Allah kështu. Na ja bëjmë vetes tonë. Andaj vallahi, edhe në anën tjetër të më kuptu. Se nëse me dur tona e shkatrojmë jetën tonë, kemë më dhënë përgjegjësi për Allah për këtë punë. Qase jeta është mirësi që Allah na ka dhënë me gëzu. Mu kënaqë këtë dunjë. Alhamdulillah, nuk kene problem. Baba des, nona des, na desëm. Marzia është në kohë caktuar, shkona jemo. Andaj ti që falu, edhe aja që të vjen të koka, kime dik, po kome dik që ta po falna. Përgjigje që shu shejtanit. Jo me gojë të komuniku me te, po praktikisht, duke u falë. Lutë Allah xhallahu ala. Lutë Zotin e madh, qu, bë dua, me lëtë në sy, me lëtë në parole para Allahut. Thehu para Allah xhallahu ala, thuaj Allah jam e dopt, jam e shkret. Ti e din gjendjen time o Zot, ti e din sa po pengon kjo. Veç ti o Zot jam ki mundësi më ndihmu. Ndihmom o Allah, kapëm për dorë. Nxjerrëm nga këtë lashe. Lut Allah xhallahu ala. Lut. Kush e lut Allah xhallahu ala, Allah nuk e humb. Allah pret për neve me ndëgju zërin ton duke e lut, duke e thirr. Ana lut Allah xhallahu ala. Gjitha këto merri parasysh, ose me këto që i përmena. Merri parasysh dhe merri seriozisht parasysh. Që Allah xhallahu ala me të bozidhje, me dalë për kjo situatë, me dalë për kjo krize. Nuk shkon jeta kështu, nuk është jetë kjo. Prandaj ki mundësi me jetu shumë më mirë. Mundësi ti paske. Nga se s'paske në problem tjetër të theksuar përveç se asaj krize që ke pas. Aja ka qenë krizë, është një problem që ka kalu, duhet me i dhonë vetës gajret, si kur sot popullon. Me thonë vetës ka pak i mëtë e shpresë. Ka që tash më ullë, unë me menu, tash me thonë, subhana, ka mundësi tash me mëra, ky tavani për mi kry, ka mundësi tu shkurut me thuj komën, jes në ullën, kush bën hizmet, mos vet jeta, as nuk hatas nuk pijet mo, mu njeri me kalku që ka mundësi me gjithë. Po, na të kalon bështetim, elhamdulillah, qatë në ndodhë me cakrim të Allahut. Elhamdulillah në arun, edhe jesën për para. Po se këthej kokon shumë që ka ndodhë, anash, që ka thot, ka me ndodhë, ka mundësi me ndodhë. Po, ka mundësi mës me ndodhë. Pse mës me aktivizu në vetën tonë mendimin e mirë, jo mendimin e keq. Një nuk duhet mu shëndru në armik të vetës, me e myt vetë me mendimet këqija. Me e myt vetë me paragjikimet këqija. Jo, kështu Allah. Jeta më mirë për hir të vetës tënde. Pastaj edhe për hir të familjarët tu. Po Allah, asa ta nuk një ndëgzu, mas lumë kur të shojnë ty kështu në këtë gjendja. Përndaj nuk ke arsye me kënë kështu. E kuptaj situatën që e ki, e kuptaj të lashën, por, po të them sinqerisht, nuk ke arsye me kënë që shtapëtën. Kase vdekja është vdekje, vjen me kone vetë, baba ka shku, ka vdek, ka qenë vdekje me radhë. Kur shkan njeri me mosh, është vdekje me rënë. Edhe pajtoj me caktimin e Allahut azza wa jall dhe i kthejmë jetës tonë. Andaj gjitha këto që i përmend deri më tani, që mos i përsëriti dhe kemi telefonat duke prit, le të jetë këshill që e merr seriozisht edhe ti dhe unë zgjata nga se e di se shumë kanë këto probleme, ta marrin parasysh
këtë këshill që e përmend deri më tani dhe që kemi folur në të kaluarën dhe do të flasim për këtë çështje. Të kuptojmë seriozisht se armiku ju nuk na do të mirën. Andaj t'ia dojmë në vetes tonë për atë herë. Dhe të kërkojmë ndihmën e Allahut xhallahu ala për të kaluar provat e të lashat. Dhe këtë ta bëjmë duke e adhuruar Allahun xhallahu ala me namaz e me punë tjera. Allahu xhallahu ala na ndihmoftë. Kemi një telefonat. Urna. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Largohu Allah nga televizionin nga se po ka pengesa. Si duke lidhe shumë e dopt edhe humbëm lidhen. Kemi telefonat, urnane? Alo. Urna. Alo. Kam një pyetje për Hoxhën? Po fal, po të ndëgjojmë. Apo më dëgjon? Po të ndëgjoj, fal. Ja kum nis më fal se 2 vjet ka që nisna, ja kum nis më fal, vakt lo pa fal. Po? Në në shkrim, lexim nuk i dije. Po kam qep mi ditë se qysh edhe mes nësët ka njerë folna. Po? Edhe qysh mirë, ashtë mas mirë të kështu, se une nuk di shkrim e lexim që me lexue. Qysh o mas mirë të që mi ju lutë Allahi, me mi plecu kushtet, dëshirat. Po, e qartë inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Alhamdulillah, shumë shpesh për në ndodhë me ndëgju nga ndëgjuese dhe shikuese tanë të nderuar se kam fillu më falë, dikush para 2 vjetë, dikush para 1 muaj, dikush para 3 vjetë. Kjo alhamdulillah, kjo është një hajër i madh që njerëz po i kthejnë namazit. Është përgëzim i madh për neve kur nga populli jon ka njerëz që në mas të madh i kthejnë namazit. Nëse Allah xhallahu ala që të gjithë ti bën nga ata që i falin 5 vakte. Ajo që e pyeti se ka që fallan me lut, po nuk di shkrim lexim, s'ka nevojë me di shkrim lexim për me lut Allah xhallahu ala. Lutë Allahun për atë që ke nevojë. Lutë. Po së gjithë e përmendë se ti falesh natën. Kemi telefonat, po urdhani? Alo. Urdhna. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta me t'i vërë 2 pyetje, Hoxh. Po. E para është haram e folën në banja. Po. Dhe pyetja tjetër është, unë vjetë e kum pas, do më thonë komen e syme, dhe si vjetë është verës kom e hinë operacion. Dhe kam dilemën se qysh me ba namazin kur në stop vara, do më thonë më kullën gjakt. Edhe nuk di që më falë, ashtë të në shtam pa avdes, nuk di qysh. E qartë. Reko, fajmë dirt. Andaj ishte po vazhdojmë me përgjigjen e pyetjen e parakaluar, lutë Allahun xhallahu ala në sejdë. Po sa ishte përmendë se falesh natën. Natën kur të falesh. Kokën kur të vëdon në sejdë, lutë Allahun shqip. O Allah, ma ruaj besimin. O Allah, ma ruaj namazin. O Allah, më ruaj fëmijët. O Allah, më ruaj kët, më jap kët. Lutë Allahun xhallahu ala. Çka të ke dëshirë, lutë Allahun xhallahu ala. Ai është duke të dëgjuar, ai është duke të pa. Je në lidhje të drejtpërdrejt me Zotin e gjithësisë. Lëp ti çka dush. S'ka nevojë me të shku kërkosh lutës me lezu lutje. Atë që ke nevojë dhe din që duhet nga nevojat e kësaj bote dhe të botës së tërë, lutë Allahun xhallahu ala. Edhe në gjuhën shqipe lutë, sprish punë. Lutë kur je në sejdë. Lutë kur e përndon namazin, ngriti durr, lutë Allahun xhallahu ala. Lutë. Kërkon nga ai që ke nevojë. Pyetja e radhës është se a bën me fol në banjë. Njeriu hyn në banjë, tash banjët tona nuk e kanë vetëm një rol që njeriu të kryejnë nevojën, por kanë të kryejnë shumë punë tjera. Lan durt, lan teshat, ku e diun çka tjetër apo njeriu nga domthonë nevojat e tjera që i kryen në banjë, andaj nëse ka hyrë me kryejnë nevojën dhe është duke kryer nevojën në banjë, nuk bën me fol. Duke kryer nevojën, nuk bën me fol. Nga se bisedën e njeriu që është duke fol, që është duke kryer nevojë, me tjetrin e ka konstruar pejgamberi bisedë mes 2 shejtanëve apo. Qase një çur fol njëri në banjë. Po nganjëherë për shembull dikush e pyet diçka, thot po, jo shkurt për nevojë caktuar, s'prish punë, por biseda kështu më radh, duke kryer nevojë nuk bën.
e kryen nevojën që e ke dhe del. Po më ne për nevojën fiziologjike. Ndërsa, ka i bila durt, ka i me i marë tishat për maqinës lamjes për shembull, ka maqinë lamjes e ka në banjë për shembull, ka i me reglu diçka në banjë, me marë në i peshkirë caktuar, ka i për diçka caktuar, lejohet do të në këtë rast me folë nga se nuk është duke kryer nevojën fiziologjike, por është në pjesën tjetër të banjës që nuk e shoh të keqe diçka me folë. Edhe pse më mirë është me bisedu kur del jashtë që më u largu pe aty vini sa më shpejt nga se megjithatë mbetet WC, mbetet banjë, mbetet vani shejtanëve që njëri më mirë me dal pe aty dhe me vazhdu bisedat për jashtë, kjo është më e mira. Por për nevojë caktuar nuk prish punën. Thotë kam operu edhe çka me varrën. Falë me varrën, nuk prish punë. Rrjedhja e gjakut nuk e prish abdesin, sipas mendimit më saktë të ulemave. Andaj falu dhe nuk prish punën apo. Nëse ki dyshim këtë drejtim, s'paku merr abdes për namaz dhe falu. Po namazin mos e lapton. Ekzistimi i varrës nuk guzon me të pengun nga namazi. Falu pa problem. Kemi telefonat dhe sa po e kuptoj është e fundit për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. O dhe sa me bëni një pyetje. Po? Isha të shkuar në xhami, edhe në atë moment i ka thonë një xhamatli se nuk e kemi hoxhën aty në xhami as muezinin. Edhe i ka thonë një xhamatli thirrë zonin para vaktit. Domethënë ka qenë koha e ikimis ka qenë. E ka thirrë në 2 minutë e zonin. E ka thirrë një herë, po mësana u dosh me pritë edhe kohën e vaktit me thirrë namazin. Në kështu që shkova se jam në xhami si këshill në xhami, si jam edhe pak u atërova sa shkëm e thirrë vaktin për para, dhe sa me voni një pyetje, a ka gjuna që i sjell pak vrasht me xhamatin që ka thirrë e zonin. Është detyruar edhe njerë me thirrë e zonin e dhe. E qartë. Selam aleikum. Selam aleikum. Vëllai nderuar, tash nuk po e di fillimisht për çfarë vrasësie bëhet fjalë. Për të vlerësuar se a ke bën me vën apo jo. Mirë po. Duhet me kuptu çdo kur të shkon në xhami. Qase njerëzit shkojnë nga një xhami dhe marrin të drejtë me u përzi në kompetencat e njerëzve për të xhami. Duke menduar se unë kam drejtë të fal këtu, jo s'ki drejtë. Ti ke drejtë me shku mu fal. Ti shkon në xhami mu fal. Mungon xhamat, mungon hoxha, mungon muezini, atëherë ka dikush tjetër që është pasune që me siguri muezini kur mungon e kalon dikon ventina apo. Por jo mungut, s'ka ka muezini e shansën të thirrë zonin. S'ka ka hoxha shansën me dolën imam. S'bën kështu mungut. Andaj padyshim se ai që ka thirrë zonin para kohë gabim ka vë. Tash përmena, ju në xhami apo ti ke pas mundësi për shembull me e këshillu njërin. Po dikush që ka një zonin në grun shpe ka fal e zonin e kindi para vaktit. Çfarë bëu asaj? Kush e merr gjunojën e kësaj që ka falë namazin para kohë? Pas kujdes. Dhe me drejt është nga një musil me do njerëz pak me zot gritur. Me drejt është musil me zot njerëz pak mirë, po them brenda kufive të normales. Brenda asaj që është morale, brenda asaj që është njerëzore. Por me një ton pak më ngritur, me një sjellje pak më të rrap, po them kështu pak apton jo për të mase, për më tregu se shkila që ke bën nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Atë që ka të më thonë me dhe zënë para kohë. Ti shku namazin e akşamit për shembull. Sa njerëz ndoshta kanë qenë agjërushëm, gra që kompenzojnë Ramazanin për shembull, me bëj iftar para vaktit. Kush e merr përgjegjësinë që ka prishën agjërin para vaktit? E ka punë e thjeshtë. Njerëzit kuptojnë me thirrë zan punë e thjeshtë, me dal imam punë e thjeshtë. S'është hoxha dalone. Ka dalë vëllai se ki përgjegjësi. Gabon namaz për shembull, i merrën çoft këtë xhamatin që ke mazet. Kush janë përgjegjësi për namazet e tyre? Nuk bën mungut. A ne do të thonë që ti me drejtë e ki që je shqetësu, se i përgjes në xhami. Këshilli i xhamis janë ndihmtar të hoxhës, ata i ndihmojnë hoxhës dhe mezinit që me marr situatën në kontroll, me marr xhamin në rregull. Dhe e kuptoj pse je shqetësu. E kuptoj pse ka reagu pak rapt të përkrojnë kët, por tash nuk di sa ka qenë shkalla e kësaj që ka mundësi që edhe këtë kalu kufinin. Ka mundësi. Ka se lejohet me reagu pak minutë, po dhe jo me tepru. Jo me tepru nga se ka bu gabim, po në konform kësaj reagojmë. Por jo me tepru. Nëse ta mërme që ke tepru, unë s'mi kërku hallat të infal, unë nuk kam kurrë kundër teje. Por me të vërtet ke bu gabim të madh, edhe mu desh ashtu me reagu. Nëse ka qenë tepruar, por çdo të pris
kërko hallëk tek e fundit apo të ngaj, por në çështë më se ke reagu mirë çu duhet, atëherë s'ki që me kërku halal, edhe pse po them, ki drejt më u shqetësu, ki drejt me një vetën keq për atë që ka ndodhur, andaj mendoj që inshallah nëse ke reagu mbrana kufeve, nuk ka diçka që duhesh më shqetësu për te, Allahu xhallahu din më së miri. Shikues nderuar, këto veç ora tregon se ne kemi përfunduar emisionin për sonte. Kjo është mundësia që pa të mundësi mbrana kësaj kohe të lejoj me inkuadrimin e telefonatëve të juaja dhe këto që ndëgjuat ishin mundësitë e mia që pa ta mundësi me lehen Allah xhallahu ala të japë përgjigjen e pyetjeve të juaja. Lutë Allah xhallahu ala që t'ja kemi qelluar në atë që më përgjigjur. Sikur që lutë Allah xhallahu ala që përgjigjet edhe na me të vërtetë të shërbejnë si ndihmë për juve në tejkalimin e të lashëve problemeve të caktuara që ju i keni. Lutë Allah në manduar që na bën gjithmonë bashkëpunëtor në punë të mira, dhe bashkëpunëtor në luftimin e dukurive të këqija dhe negative. Allahu bëf që gjithmonë të jeni mirë, rahat në familjet e juaja dhe kudo që jeni. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu na takoft në hajër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.